Mirëmbrëma në Top Story. Pa kohë, pa dikt, pa çaste kohore në ndajnë nga fillimi zyrtar i fushatave elektorale. Establishmentet e mëdha, partitë tradicionale, nëse ka ndonjë traditë të tillë në këto 30 ca vite dhe nuk është ironike kjo ajo që unë po e përshkruaj si traditë në fakt, kanë vendosur ta nisin me tubime të caktuara, të cilat ne do t'i ndjekim patjetër në Top Story me analizë të mirëfillt dhe për të kuptuar nëpërmjet simbolikave se ku i çon qasja e tubimeve të mëdha apo organizimeve të tilla në hapjen e fushatave, çfarë strategjie është dhe a përbën ndonjë risi. Por ajo që në këto zgjedhje do të jetë risi janë partitë e reja. Partitë e reja të cilat në sondazhe të ndryshme, të mediave të ndryshme, të analizave të ndryshme duket që nuk janë një risi atmosfere, nuk janë një risi emrash, janë një risi shifrash. Për këtë arsye në Top Story do të nisim sonte me partitë e reja, duke pasur 3 pjesë të këtij Top Story që 2 të para do t'ja dedikojmë me 2 kolegë analist, partive të reja, nisur nga Agron Shejaj, që e kam me njëherë në studio dhe po e nis me të, e më pas Agron Shejaj do t'ju prezantoj Arlind Qorin dhe diskutimet dhe analizat me të, e një pjesë të tretë që do të ketë rëndësi specifike për një gjë e cila e ka tërhequr opinionin dhe vëmendjen e opinionit publik sa i përket një elementi tjetër të tregut, por që do t'ju a bëjmë dije në çastin që do ta kemi të ditur që do të ndodh. Agron Shejaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Top Story. Mirëmbrëma, falenderoj për ftesën. Kënaqësi që je këtu. Ilir Babaramo, mirëmbrëma. Na kishe munguar. Arion Sulo, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur gjithashtu. Agron, do të nisim me një insert të vogël të profilit tënd, do të bëj disa pyetje hyrëse si arritet deri këtu nga Partia Demokratike, rrugtimi, vendimi, nga biznesi dhe si është që të jesh në fokusin e një vendimarrje të vështirë për një biznesmen i cili ka arritje, nuk ka problem të qaset me suksesin e vet ekonomikisht të mjaftueshëm edhe me zilit caktuara në një treg si Shqipëria, ku ambicia dhe zilia nuk janë gjithmonë çështje e mirëpritur. Shkojmë në një insert vogël edhe kthehemi një herë në studio. Agron Shejaj hyri vonë në politik, pas një periudhe disa vjeçare në fushën e biznesit në Shqipëri. U zgjodh deputet në vitin 2017, si risi e Lulzim Bashës në Partinë Demokratike, në qarkun e Vlorës. Në vitin 2021, ai doli ndër deputetët më të votuar në qarkun e Tiranës, por pas zhvillimeve në Selin Blu, ai vendosi të shkëputej nga partia, ku aderonte më parë, për të hyrë vetëm në betejën politike. Në korrik të vitit 2024, themelon Partinë Mundësia, me të cilën do të garoj për herë të parë në zgjedhjet e 11 maj si kryetari i saj. Kemi fot deputetët taksiçi dhe ne ju duheshim ju. Agron, se shumë kushtën i bërë këtë makinë. Sa, i është. Që zgjidhje kam bërë. Teksa ende ishte deputet, kur themeloi partinë, ai vjoj të ishte aktiv në foltorën e kuvendit për të mbështetur kauzat e tij. Po mos ik tani, hajde. Po jo si frikacake tani. Tani të lutem, jo. Po ki respekt, Belinda. Më 11 prill nis zyrtarisht fushata dhe Partia Mundësia del nga forma tradicionale e mitingut madhështor për të udhëtuar nga Shkodra drejt Gjirokastrës me autobusin e saj të fushatës. Në këto zgjedhje ka ardhur me premtime të forta. Përplasjen më të fortë në fushat e ka pasur me një tjetër kryetar të një force të re politike, Adriatik Lapajn. Qa dyshon, mo, pse e kam faj unë që ty njerëzit shojnë si biznesmen dhe çdo gjë ta faturojnë me para? Unë e kam fajin. Të shojnë si biznesmen, mo zotri, dhe nuk lëvizim nga vendi pa. Adriatik, ne jemi shumë ndryshe. Unë nuk financojmë nga parat e pista, Adriatik. Unë nuk kam marrë dot pronat e mia, jo më të përfitoj nga ish pronarët. Sheh është aktiv në rrjetet sociale, ku shfaq profilin e tij herë si bukpjekës e herë si taksist, me një qasje të ndryshme të fushatës. A do të arrijë strategjia Agron Shejajit për të marrë mandate në parlamentin e ardhshëm në zgjedhjet e 11 majit? Të bëj disa pyetje që nuk janë eksaktësisht politike, por që janë thelbësisht politike në vajbin e vet. Çfarë të ka bërë ty të kesh
me goditje këtë delirin të mendosh që një biznesmen i suksesshëm do të pëlqejet në një terren politik, populist, ku edhe e djathta, që duhet ishte jo populiste, ka luajtur me populizma, dhe që është kaq vështirë ta bësh veten të besueshëm kur je i pasur në Shqipëri. Unë nuk e kuptoj këtë paragjykimin që ka shoqëria ndaj shqiptarëve të cilët sipas shumicës mendojnë që biznesmenët sipërmarrësit nuk pëlqejnë. Nuk e besoj, nuk e perceptoj në fakt në jetën e përditshme. Nuk të vjen si sensacion. Nuk e kam parë ndonjëherë, them vërtetën. Kështu që, shiko, unë tani këtë që treguat edhe ju, që pat edhe ju, unë nuk vete të bëj taksistin apo bukpjeksin apo në punishte kocës kam çat bëj. Shkoj sepse dua të jap një mesazh të qartë. Shqipëria është e atyre që punojnë çdo ditë, që punojnë nga mëngjesi deri në darkë. Ajo që them unë është që shqiptarët, sipërmarrësit e vegjël sidomos, janë sipërmarrës nga halli. Nuk janë nga qefi. Janë njerëz që kanë zgjedhur t'ja dalin me punë të ndershme dhe punojnë çdo ditë. Kjo është Shqipëria. Ne kemi një Shqipëri që Shqipëria e politikës, e krimi, e lidhjes, le të themi, me krimin, e dallavereve nëse duam, dhe Shqipëria e punës, që është shumica, tjetër se nuk dëgjohet, nuk është e zhurshme si ajo pjesa tjetër. Kështu që, dhe themi të vërtetën, shqiptarët janë një nga popujt më pro biznesit, më pro kapitalizmit, më pro perëndimor që ka. Unë jam i bindur për këtë gjë. Ka ndihmuar fakti Agron që suksesin e ke bërë në Itali dhe pastaj ka ardhur në Shqipëri. Absolutisht. Dhe nëse do ta kishe bërë suksesin në Shqipëri do ishe i paragjykuar? Absolutisht do ishe i paragjykuar dhe me të drejtë do ishe paragjykuar. Me të drejtë deri diku në fakt, sepse ka shumë njerëz që sot duke ardhur këtu më ndaloi dikush më tha më pëlqen shumë që ti flet për biznesin e ndershëm, për ata që kërkojnë t'ia dalin me punë të ndershme. Ky është slogani ynë për një Shqipëri për të gjithë ata që duan t'ia dalin me punë të ndershme, kuptohet. Kjo është ajo në të cilën unë besoj. Dhe sigurisht, të them një gjë shumë dashur. Unë kur kam filluar biznesin, unë kam zgjedhur të merrem me punë që nuk kanë lidhje me shtetin. Se nuk dija unë, nuk më janë afruar mua për të bërë ndërtues, për të fituar tendera, për të më dhënë ndonjë. Janë ofruar pasi ishe i suksesshëm, se përpara s'ka. Përpara jo, se s'do vinin te unë kishin tjerë kuveni. Pasi e panë që unë dia dhe të punoja. Dia të punoja, e panë që ky që nga i Zoti o burra ta afron. Po, unë kam zgjedhur dhe të punoj në një sektor ku nuk ka lidhje me shtetin, nuk ka nevojë për leje, nuk ka nevojë licenca. Ne as dogan nuk ishim. Unë nuk bëja dogan, as me doganën nuk isha punë. Çfarë bën kompanitë tua në Itali ndërkohë që ti bën fushat? Urdhë? Kompanitë tua në Itali ndërkohë që ti bën fushat, delegohet pushteti, e ke sistemuar? Unë kam fatin që kam bashkëpunëtor të cilët kanë vite që punojnë me mua, po sigurisht kompanitë e mia do ecin më mirë, po të merresh edhe unë me do ecin më mirë. Besoj se po pa dashur ti heq asnjë gjë. Ke hapur një hing që unë s'kam çat bëj se e hape vetë, do thonë, çpalja e Agronit, punët i shkonin më mirë, do ecte më mirë, po mos bënte fushat, ka ardhur këtë të humbi? Shiko, tani ta dëgjosh nga një sipërmarrës që paraja nuk është gjithçka, mund të ndikojë keq. Po kjo është e vërteta. Ne të gjithë kemi nevojë për një motivim, kemi nevojë për një arsye në jetë. Dhe arrini një moment që të fitosh para është një arsye që nuk mjafton. Dhe ke nevojë për arsye të tjera. Okej. Ke nevojë për shumë motivime. 5 milionit parë, të dytë apo të tretë? Mua më kanë pak më vonë në fakt. Pas të 10-it, pas të 15-it.